Reperi i njohur Mozik është ndaluar nga policia në aeroportin e Prishtinës. Sipas burimeve, ai u arrestuar nga policia doganore dhe është dërguar në mbajtje për 24 orë. Shkaku i ndalimit lidhet me dyshimin mbi prejardhjen e 2 orëve luksoze që ai kishte me vete, të cilat kanë vlera të jashtëzakonshme financiare. Vetëm disa orë para arrestimit, Mozik kishte publikuar në rrjetet sociale një foto me një orë të Markos e njohur Richard Mill, duke treguar se ai kishte bërë vetë dhuratë për 30 vjetorin e lindjes që është në ditët në vijim. Njëra prej orëve, sipas raportimeve, karakterizohet nga një kornizë transparente prej safiri kristali e kombinuar me një rrip të bardhë elegant, duke e bërë atë një nga modelet më të veçanta të Markos. Çmimi i saj kap shifrën deri në 1.5 milion euro, shumë kjo që ka ngritur pikpyetje mbi mënyrën e blerjes dhe deklarimit të saj në dogan. Nuk dihet nëse Mozik ishte vetëm apo me vëllain dhe të dashurën, me të cilën udhëton shpesh. Aktualisht nuk dihet nëse reperi do të lirohet pas 24 orëve apo do të përballet me masa të tjera ligjore. Nga ana tjetër, avokati i Mozik, Arjanit Koçi, ka hedhur poshtë pretendimet. Përmes një postimi në rrjetet sociale, ai tha se klienti i tij nuk ishte arrestuar, duke shtuar se në momentin kur përçakollonin lajmet, Mozik ndodhej duke pirë kafe me të. Koçi e cilësoi informacionin e shpërndarës si të pavërtetë dhe pa bazë ligjore. Një reagim tjetër ka ardhur dhe nga vallai i tij, reperi Gëtinjo, i cili në Instastory shkroi: "Mos bëni zhurmë bën vetëm gjeneratori." Me këtë deklaratë ironike, ai duket se i minimizoi thashëthemet rreth ngjarjes, duke nënvizuar se familja e sheh situatën si të egzageruar nga mediat. Ngjarja vazhdon të mbetet ende e paqartë, pasi ende nuk ka asnjë konfirmim zyrtar nga autoritetet. Megjithatë, çfarë ndodhi realisht me reperin Mozik pritet të sqarohet në ditën e vijim. Deri tani nuk ka asnjë reagim nga vetë ai.